Edi Rama ka shtyrë ditën e shpalljes së kandidatëve për deputet pasi testoi në opinion disa lajme të shpërndara nga zyra e tij e propagandës. E gjitha synonte që të testonte opinionin, por në radhë parë ankthin e madh të tij Spakun. Zyra e propagandës shpërndau lajme fake në lidhje me disa mundësi arrestimit ministrave të tij, ndërkohë që shpërndau edhe lajmin e kandidimit të 5 kryebashkiakëve socialistë në disa zona. Deri pas nesër, kur është edhe afati final për t'i kandiduar, do të pres ndonjë reagim, qoftë edhe jo verbal, nga ai që ai e quan stacioni i trenit me mesazh të koduar, pasi në fakt atje nuk ka më stacion treni, është hequr, siç mund ta heq në mendjen e tij edhe Babloku, prokurorinë speciale pas zgjedhjeve, gjë të cilën ja ka ndaluar përfundimisht e sipas gjasave do t'ja japin një kolpo në zgjedhje. Lista e re, e cila pritet bëhet publike të mërkurën, fshen një tronditje të madhe, më shumë se gjysma e grupit aktual parlamentar nuk do t'jenë kandidat, ndërkohë që vetëm 20% e ministrave do të futen në listat e mbyllura. Kryebashkiakët e Matit, Tepelenës, Beratit, Kuksit, Dimalit dhe Roskovecit janë urdhëruar tashmë t'ja japin dorëheqjen. Dy janë arsyet e kandidimit të tyre, njëra elektorale, tjetra taktike. Elektoralja është që duke parë se në vendet vogla fusha e ndërlidhjes tribale ka impakt, kryebashkiakët që kanë krijuar një rrjet ta shfrytëzojnë për vota, kurse arsyeja taktike ka të bëjë si me frikën se këta mund të jenë një mundësi për të sulmuar nga SPAK, e kështu kërkon të jap imunitet, por nga ana tjetër që së shpejti të ketë një terren zgjedhor për bashkitë përkatëse, duke përfshirë Tiranën pa lënë vetëm betejë në kryeqytet. Në këtë kontekst duket qartësisht se Rama e ka përcaktuar se kryebashkiaku të Tiranës do t'i kërkojë pas zgjedhjeve një dorëzim të mandatit. Po t'i shikosh me vëmendje, kryebashkiakët janë vënë në ato zona ku ka edhe pikat forta të njerëzve të PD-s me lidhje në territor. Agron Malaj do të sulmojë në Mat, e cila është një mundësi e mirë për opozitën për të rikuperuar vota. Tërmet Peçi nga ana e tij duket se është vënë për të markuar me Malien, e cila është bashki e kontrolluar nga PD dhe ka shumë gjasa që ato vota të kanalizohen në zgjedhjet parlamentare. Kryebashkiakët e Beratit dhe të Dimalit duket se i kanë vënë të markojnë fuqishëm 2-1 Lefter Malishin, i cili konsiderohet një rrezik nga mazhoranca në të gjithë qarkun e Beratit.